Për shumë arsye, shumë çifte nuk kanë fëmijë. Ata provojnë shumë mënyra për të pasur një fëmijë, por një pjesë e tyre harrojnë armën më të fuqishme që posedojnë: lutjet drejtuar krijuesit. Duhet ta dimë se çdo gjë është në dorën e krijuesit. Ai është që furnizon njeriu. Në dorën e tij është pushteti dhe furnizimi. Ajo çfarë duhet të bëjmë është të lutemi, por pa harruar dhe kontrollet mjekësore. Disa nga lutjet për kërkimin e fëmijëve janë: 1. Duaja e Zekerias, paqja e Zotit qoftë me të. Zoti im, falma edhe mua nga ana juaj, një pasardhës të mirë. Vërtet, ti je dëgjuesi i lutjes. 2. Duaja e Zekerias, paqja e Zotit qoftë me të. Zoti im, mos më lë të vetëmuar, se ti je më i miri trashëgues. 3. Duaja e Ibrahimit, paqja e Zotit qoftë me të. Zoti im, më dhuro mua një fëmijë prej të mirëve. 4. Duaja nga surja El Furkan. Zoti ynë, na bën që të jemi të gëzuar me punën e grave tona dhe pasardhësve tanë. Neve na bën shembull për të devotshmit. Duaja nga surja El Akaf. Zoti im, më inspiro mua që të falenderoj për të mirën tënde që ma dhurove mua dhe prindërve të mi, që të bëj vepra të mira, që i pëlqen ti dhe mi bën të mirë pasardhësit e mi. Unë pendohem te ti dhe unë jam nga muslimanët. Vëllezër dhe motra, luteni krijuesin me këto